duaja është argument i qartë i cili tregon mbështetjen e plot të njeriut karshi Allahu xhelle xhelaluhu. Vetë mbështetja në Allahun xhelle wala është ibadet edhe adhurim. Thot Allahu në Kur'an: "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Kush mbështetet në Allahun xhelle wala, Allahu do t'i mjaftoj atij. Duaja është argumenti më i qartë i cili tregon se robi është i varfër karshi Allahu xhelle wala. Kur ai dorëzohet para Allahut, kërkesat e tij i paraqet para Allahu xhelle wala, mangësitë të cilat i ka kërkon plotësim nga Allahu xhelle xhelaluhu. Kjo është argument i qartë i cili tregon për ambicjet e larta të robit, i cili tregon për kënaqësinë e njeriut që ka me Zotin e tij, e që nëse analizojmë të tërën këtë, del në pa një bazë e qartë e fesë me cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur, edhe zatën të gjithë pejgamberët e Allahut azza wa jall kanë ardhur me këtë bazë. Ajo është njësimi dhe tauhidi i Allahu xhelle xhelaluhu. Nëse njeriu kur i drejtohet Allahu xhelle xhelaluhu me lutje, ai automatikisht është distancuar nga çdo gjë tjetër. I lutet Allahut xhelle xhelaluhu, e paraqet varfrinë e tij para Allahut të lartësuar. Për këtë thot Sheikhul Islam Taymija, Allahu e mëshiroft, sa herë që lakmia e robit, dëshira e njeriut është e fortë karshi lutjes edhe adhurimit ndaj Allahu xhelle wala, tregon se njeriu e ka madhëru Allahun, është i varfër për mëshirën e tij, kërkon prej Allahu xhelle xhelaluhu që t'ia plotësoj nevojat e tij, t'ia largoj çdo gjë që atij i bën dëm, edhe përmes saj përforcohet në adhurimi i robit ndaj Allahut, edhe ndjenja e varfërisë së robit ndaj Allahu xhelle wala, pastaj e tërë kjo në veten e vet ngërthen një gjë, apo të themi kështu, e liron njeriu nga robëria e krijesave, e bën që ai të ndjehet i qetë me Zotin e tij, ndjehet i lumtur me atë që Allahu xhelle wala e ka furnizuar. Dhe kur e arrin zemra këtë kënaqësi në lutje, vërtet e ka arrit atë që Allahu xhelle wala e don, edhe këranohet me të. Se kur njeriu i drejtohet Allahut sinqerisht, largohet prej kërkesave të tjerëve, edhe troket derën e Allahu xhelle wala me lutje, padyshim se Allahu xhelle wala do t'i përgjigjet atij. Allahu, kur njeriu i drejtohet në këtë formë, me besim të plot në të, me njësim të plot të Allahu xhelle wala, tregon edhe paraqet varfërinë dhe nevojën e tij para Zotit. Allahu i lartësuar kur nuk e kthen lutjen e tij, themi kështu të zbrazët, mirë po Allahu i përgjigjet lutjes së lutësit. E agjërimi është sezona më e mirë në të cilën njeriu mund t'i drejtohet Allahu xhelle wala me këtë ibadet madhështor.